Lavdi. Në këtë ceremoni të dashur qytetarë të Voshtrisë, të nderuar intelektual, të gjithë ju të pranishëm në këtë akademi që organizojmë enkas për të nderuar një figurë të madhe të historisë sonë kombëtare, profesor Latif Berishën, i cili të rjetën dhe veprimtarinë e vetë krijuese, poetike, letrare, atletare, ja kushtoi edukimit, frymëzimit të brezave, gjeneratave, shërbimit të ardhërt, të cilit i shërbeu gjithë jetën dhe për të cilin u flijua. Profesor Latif Berisha, një nga figurat më të shquara të çështjes kombëtare, që nga rinia e hershme, angazhimin dhe aktivitetin e vet ja atriboi edukimit të brezave dhe gjeneratave, duke filluar karrierën e tij si mësimdhënës në Pantin, për të vazhduar më vonë në gjimnazin e Voshtrisë, për t'ju bashkuar lëvizjeve të cilat mbrojnë interesat dhe të drejtat e shqiptarëve në atëherë në ish Jugosllavi, për t'i dalë përballë shpërnguljeve të dhunshme të kohës së Rankovicit të vitit 1954-1956, për t'i bindur qytetarët e Voshtrisë që të mos e lëshojnë vendin dhe të qëndrojnë në Kosovë, dhe për të vazhduar më vonë si profesor universitar në Fakultetin Filozofik Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, duke përgatitur shumë kuadro nga fusha e gjuhës dhe letërsisë shqipe, të cilët më vonë i shërbyen vendit dhe ardhërt, e në mesin e tyre ishte edhe presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova. Gjatë viteve të 90-ta, kur okupatori serb ndërmori fushatën gjenocide për sparstrimin e Kosovës, pushoi se funksionori të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës, profesor Latif Berishën e gjejmë të bashkuar në lëvizjen paqësore, në lëvizjen e rezistencës paqësore, ku ishte përkrah Anton Qetës dhe presidentit Rugova. Profesor Latif Berisha ishte kryetar i lidhjes demokratike të Kosovës Dega në Mitrovic dhe i shërbeu qytetarëve në atë periudhë shumë të turbullt, në atë periudhë shumë të rëndë, duke organizuar qëndrimin në Kosovë. Sot është 26 vjetori i vrasjes nga forcat barbare serbe të profesor Latif Berishës, që koincidon me fillimin e bombardimeve të pozicioneve serbe nga Aleanca Veriatlantike e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mllëfin për humbjet në teren që i psuan barbaret serb nga ushtria çlirimtare e Kosovës në tokë dhe nga Aleanca Veriatlantike nga ajri, ata u hakmorën pikërisht tek adhëtarët e mëdhej, e në mesin e tyre ishte edhe profesor Latif Berisha. Komuna e Voshtrisë, birin e vet, deshi ta shpall nderi i qytetit. Ne ndajmë 2 çmime të larta për figura të rëndësishme, të cilat kanë kontribuar në jetë, por nuk deshëm t'ja ndajmë çmimin qytetar nderi, sepse çmimin nderi i qytetit është ekuivalent me çmimin qytetar nderi, të cilin na e ndajmë pikërisht për banorët e Voshtrisë. Me që profesor Latif Berisha është i Voshtrisë, ne nuk deshëm ta largojmë dhe t'i ndajmë çmimin qytetar nderi, por i ndajtëm çmimin nderi i qytetit. Kuvendi komunal i Voshtrisë këtë çmim të gjithë unanimisht e përkrahen dhe e votuan. Andaj, e nderuar familje Berisha, sot jam shumë i nderuar që pas një kohë të gjatë ju kthym sadopak me avon hakun profesor Latif Berishës si një figurë e shquar, si një pedagog, edukus, poet, atletar dhe politikan, i cili tërë jetën dhe veprimtarinë e vet ja kushtoi çështjes kombëtare. Le të jetë kjo akademi jo vetëm një moment kujtese, por edhe një zotim se veprat
e personaliteteve si profesor Latif Berisha do të vazhdojnë të frymëzojnë angazhimin ton për një Kosovë demokratike, të zhvilluar dhe të denjë për sakrificat e së kaluarës. Lavdi jetës dhe veprës së profesor Latif Berishës. Respekt për familjen Berisha. Faleminderit të gjithë ju të pranishëm që keni ardhur në këtë akademi për të nderuar jetën dhe veprën e profesor Latif Berishës. Profesor Latifit, ndërkohë për të folur për veprimtarinë e gjatë krizës. Latif Berishën e kujtojmë me një mburje të rinisë shpirtërore, të gjallërisë shpirtërore që kishte populli ynë. Rinia studentore, nxënësit, studentët, ushtarët, luftëtarët, të gjithë ata që u flijuan në fushë të betejës, në forma të ndryshme. Të gjithë njerëzit dhanë kontributin e tyre së bashku, jo vetëm për shërimin e Kosovës, por për ardhmërinë e ndritur të popullit shqiptar. Dhe Latif Berisha kishte një vizion poetik, lidhur me këtë, çfarë do të jetë Kosova edhe ajo në mënyrë simbolike Shqipëria etnike. Në vargjet e tij poetike, Kosova kreshnike po zgjohet nga gjumi me vull të fitimit. Kosova kreshnike po vjen prap në jetë me diell në dorë. Me gjak e stolisun po del dëshmitare. Po del para botës Kosova heroike. Shikoni çfarë ideje qendrore për lirinë e popullit shqiptar të Kosovës, por edhe të popullit shqiptar në përgjithësi, është paraqitur si vizion. Ky nuk është vizioni një njeriu, ky është vizioni një kombi shqiptar, i cili, si thosh, hyn në periudha të tjera ku nuk mund të ketë dyshime se arrijet ajo që ka qenë synim e është synimi të gjitha brezave apo jo. Populli shqiptar duhet t'i realizojë me çdo kusht synimet e tij shekullore. Të flas për Latif Berishën si politikan. Kur Latif Berisha u zgjodh kryetari i degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, në atë kohë, pas formimit të Lidhjes Demokratike dhe nga rendja se gjithë popullit të Kosovës të antarësohet në LDK, kishte edhe një shtyrje brylash se kush do t'jenë kryetar degësh. Kishte goditje të ulta. Mitrovica, si vendi ma problematik në Kosovë atëherë dhe tash, i kishte këto probleme. Njerëzit në këto vorbulla kanë nxjerrur dhe revoltet, se kush do t'jetë në këtë funksion, në këtë pozicion e tjerë. Dhe vetëm ardhja e Latif Berishës në krye të degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës i qetësoi të gjithë ta gjakra dhe LDK në Mitrovicë u bë shembull i organizimit politik në krejt Kosovën. Këtë mund ta bënte vetëm profesori Latif Berisha. Profesorin e nderuar. Për ta ndruar pak
situatën e atmosferën që me cilën sot bashkëndjejnë të gjithë qytetarët e komunës së Vushtrisë. E bashkëndjejmë keqardhje edhe ne si familje për atë që ndodhi mbrëm. Unë do t'ju kthej pak ndo vite më të hershme, diku në vitin 1954, kur Latifi punonte në progjimnazin e Vushtrisë dhe ajo atmosfera e rënduar me të cilën shquhej kjo komunë në atë kohë, sikur ka lënë gjurmë të veçanta tek Latifi, edhe atëherë kur e kanë ndjerësit nevojshme që ta japë një kontribut në përhapjen e arsimit në komunë të Vushtrisë edhe në fshatrat përreth, edhe në pengimin e shpërnguljes që ishte shumë e hovshme në këto vite, ose edhe në një jetë me qytetin e Vushtrisë, me familjet e nderuara të këtij vendi në atë kohë, siç ishte për shembull familja Badivuku, familja Drejta, familja Maxhuni, Buqinca e shumë të tjera. Dhe nga një ditar i profesorit të nderuar që atë kohë punonte bashkë me Latifin pikrisht në këto vite në gjimnazin e Vushtrisë, tashmë i ndjeri, doktor Nuri Bashota, ai jep një shpjegim se si Latifi bashkë me profesorin Nuri Bashota kishin menduar për emërtimin e qytetit të Vushtrisë. Profesori Nuri Bashota ka një punim pak sa të gjatë për këtë kohë që është shumë e interes për komunën e Vushtrisë, dhe në atë punim ai gjithmonë e përdor emërtimin e qytetit të Vushtrisë jo Vuçitërn asesi, por Fushtre, kështu, ose Fushtre ose Fushtre. Dhe mandej jep një shpjegim se pse këta dytë mendonin se ky emërtim i këtij vendbanimi do të duhej të ishte ai duhuri. Dhe për këtë arsye ata i sheshojnë dy momente. Thonë që këto ishin pra bindjet e tyre. Thonë që popullata e Shalës së Bajgorës, si dhe popullata e Qyqavicës, asnjëherë në Vushtrinë nuk e kanë quajtur Vuçitërn, po Fushtre e më vonë Vushtre. Dhe me thonë Fushtre e më vonë Vushtre. Ai momenti i dytë që këta i binë se emri i sakti, i hershëm i këtij vendbanimi ishte Fushtre, është se Luizit Nica ishte shumë i bujshëm kështu kur binin shira të mëdhaja, të cilat në ato zgjasnin me ditë të tëra në këtë rrafsh të Kosovës, edhe ndonjëherë mbulonin edhe urën e gurit. Dhe tërheqja e lumit zgjaste me muaj të tërë. Pas tërheqjes së lumit mbetej një lëm dhe mbulonte këtë fushën e qytetit tashmë të sotëm të Vushtrisë gati deri në qendër.